Pra e mira nga dhënjen, dhe kjo është e mundshme. Sigur se ka qenë e mundshme me Ashabul Kefin, banorët e shpellës, sigur se ka qenë, dhe thot Ibn Kaimi Allahu e mëshiroft, heqja një kodrës është më lehtë se largimi i veseve, ose luftimi i epshit ajo e quhen kështu. Mirë, por nuk është e pamundshme, se njeriu kur ka vendosmëri dhe kodrën mund ta zhvendos. Ta shishojmë me këto ekskavatorët edhe me mjetet moderne, do të thonë që një kodër shumë shpejt mund me largu. Mirë, po më thonë se kodra është paramenduar, është imagjinuar në të kaluarën sikur se diçka e pandryshueshme. Po njeriu mund të ndryshojë. Mund ta fitojë të keqen, mund ta fitojë betejën, nëse e fiton betejën me vetveten, atëherë me siguri që do të ketë mundësi që të mirën me përhap edhe të tjerët. Pra Ramazani, se tash në Ramazan njeriu gjithmonë duhet të jetë i lidhur me Kur'anin, mirë por në Ramazan Kur'anin duhet ta ketë më afër. Është muaji i Kur'anit. Është muaji i Kur'anit, do të bëjmë hatme. Po mos i bëjmë ato hatmet e Kur'anit vetëm kështu, do të thonë vetëm mi ka përcit. Si numër. Nëse ndalemi dhe mendojmë pak për atë që e lexojmë, sepse fundja dhe kjo është qëllimi, ta lexojmë Kur'anin dhe të meditojmë. Do të vërejmë se betejë me të keqen, më thonë, mundet të përfundoj në favor të besimit, në favor të moralit, në favor të mirës. Pra e mira nga dhënjen, dhe kjo është e mundshme. Sigur se ka qenë e mundshme me Ashabul Kefin, banorët e shpellës, sigur se ka qenë e mundshme, më thonë, sigur se ka qenë e mundshme për shembull me historinë e Habilit edhe Kabilit. Në fund prap fiton e mira. Ose sigur se ka qenë për shembull se për arsye se ne, do të thonë, vazhdimisht të rrethohemi nga forcat të së keqes, që personifikohen te shejtani, personifikohen te epshi, më thonë, dhe kjo forcë e keqe mundet njeriu me deviju. Mirë, po nëse njeriu mbështetet tek Zoti, nëse njeriu e sheh se si arrihet një fitore e caktuar nëpërmjet këtyre historikave në Kur'an, atëherë me siguri se del nga dhënjimtar përballë, më thonë, këtyre sfidave.